Tremujori i parë i vitit shënoi kthimin në trendin rritës të lejeve dhe sipërfaqeve të ndërtimit. Sipas Instat, në të gjithë vendin u dhan 322 leje ndërtimi me 371.000 metër katror. Investimi për to pritet të shkojë në 20.4 miliard lek. Janë gati 194 objekte që do të jenë me 1 dhe 2 kate, ndërsa 22 të tjera do të jenë pallate shumë katëshe. Por në këtë rast numri i lejeve të dhëna është më i ulët se trendi i 4 viteve të fundit. Megjithatë, Instat raporton ndryshim të fortë në hoteleri me 13 objekte që kanë marrë dakordsinë për të zhvilluar, dy më shumë se e njëjta periudhë e vitit të shkuar. Ndërtesat jo rezidente si hotele, ndërtesat tregtare dhe industriale shkojnë në një sipërfaqe për 191.453 metër katror. Kjo i vë një fokus të shtuar mbështetjes së strehimit dhe shtimit të kapaciteteve pritëse. Sipas Instat, viti 2023 ka shënuar numrin më të lartë të lejeve të dhëna me 1.602 të tilla, ku përfshihen të gjitha kategoritë. Më tej ka pasur një rënje, por jo me sipërfaqe dhe në financim për realizimin e tyre. Tirana qëndron në krye të dhënave, e ndjekur më pas nga Durrësi, Vlora e Lezhë. Duket se është kërkesa e lartë për apartamente që bën që situata të vazhdojë të mbetet pozitive.